Qeveria e Finlandës nuk do t'i japi asnjë shqiptari të drejtën e azilantit, duke ndërprerë tashmë edhe paketën e ndihmës për azil kërkuesit që ktheheshin në mënyrë vullnetare. Ambasada finlandeze në Greqi që mbulon edhe Shqipërinë me anë të një deklarate për shtyp ka sqaruar se numri i azil kërkuesve shqiptar në Finland është rritur ndjeshëm gjatë verës 2015. Të gjithë azil kërkuesit shqiptar të këtij viti kanë marrë përgjigje negative, edhe për ata që do të tentojnë të kërkojnë sërish azil, do të refuzohet për shkak se zyra e emigracionit e konsideron Shqipërinë një vend të qetë, lidhur me situatën e përgjithshme të sigurisë. Vendimet ndaj kërkesave për azil të shqiptarëve janë marrë kryesisht me procedurë të përshpejtuar dhe janë konsideruar si të pabazuara. Shumë prej azil kërkuesve kanë kërkuar edhe ndihmë për kthim vullnetar në atë, por Finlanda nuk do ta jap këtë ndihmë automatikisht për të gjithë azilantët, pasi ka dyshime se sistemi i ndihmës për kthim vullnetar po keq përdoret. Ambasada u ka kujtuar se bashkë me përgjigje negative, të gjithë azilantët do të marrin edhe ndalim hyrje në zonën e Schengenit. Kohët e fundit, sqaron ambasada, në deklaratën e saj të gjithë shqiptarët që kanë marrë përgjigje negative kanë marrë edhe ndalim hyrje, duke qenë se një pjesë e madhe e azilantëve deri më tani kanë përfituar nga paketa e ndihmave të dhëna nga ky shtet. Ambasada ka sqaruar edhe një herë se kjo paketë përfitohet vetëm një herë dhe u jepet vetëm atyre që kanë nevojë për riintegrim. Ndihma nuk meratohet nëse ka arsye të dyshohet se aplikanti ka për qëllim vetëm ta keq përdor sistemin e ndihmës ose nëse konsiderohet se personi që do të kthehet në atë nuk ka nevojë për të gjithë ndihmën.